Herën e kaluar neve u ndalëm tek Mateu kapitulli 5, nëse mbani mend, edhe Jezusi na prezantoi me diçka të re, që ka të bëjë me mënyrën shpirtërore. Ku Perëndia gjithmonë na i kishte thënë dishepujve të vet për atë pjesën, mënyrën se si ta adhuronin Perëndin, ndërkohë që tani ai po ju tregon atyre për anën shpirtërore, se si duhet ta shikojmë dhe se si duhet të sillemi me Perëndin. Por Jezusi na prezantoi te kapitulli 5 diçka tjetër që nuk ka të bëjë me paraqitjen e jashtme, sa mirë e sa bukur vishemi nga jashtë, por ka të bëjë me gjendjen tonë të brendshme, shpirtërore, ku ne përpiqemi që të jemi sa më pastër dhe sa më në rregull me Perëndin. Në fakt kapitulli 5 ka shumë mësime që ne mund të marrim, nëse mbaj mend, neve u ndalëm tek pjesa deri tek diku tek vargu 34-35. Por nëse neve do të vazhdojmë te 36-ta tek Mateu, ku lexojmë: Mos u beto as për kokën tënde, sepse nuk mund të zbardhësh ose të nxish qoftë edhe një fije floku, por fjala juaj të jetë po, po dhe jo, jo. Gjithçka më tepër vjen nga i ligu. Ju keni dëgjuar se që thënë, sy për sy e dhëm për dhëm. Por unë po ju them, mos i rezisto të ligut, madje nëse dikush të qëllon mbi faqen e djathtë feja dhe tjetër. Dhe nëse dikush do të nxjerrë në gjyq për të marrë tunikën tënde, jepi edhe mantelin. Dhe nëse dikush të detyron të ecësh një milje, ec 2 milje. Jepi atij që të kërkon dhe mos refuzo të japësh atij që të kërkon huën. Ju keni dëgjuar se që thënë, duaj të afërmit tënd dhe urreje armikun tënd. Por unë po ju them, duheni armiqtë tuaj, bekoni ata që ju mallkojnë, u bëni të mirë atyre që ju urrejnë dhe lutuni për ata që ju keq trajtojnë dhe ju përndjekin, që të bëheni bij të Atit tuaj që është në qej, sepse ai bën të lindë diellin e tij mbi të këqijtë dhe mbi të mirët, dhe bën të bjerë shi mbi të drejtët dhe të padrejtët. Sepse po të doni vetëm ata që ju duan, çfarë shpërblimi do të keni? A nuk bëjnë kështu edhe targamledhësit? Dhe nëse përshëndetni vetëm vëllezërit tuaj, çfarë bëni të veçantë? A nuk bëjnë kështu edhe ata, edhe targamledhësit? Jini pra të përsosur ashtu siç është i përsosur Ati juaj që është në qej. Duke filluar pra që nga vargu 38 e në vazhdim ne Perëndia po na prezanton me një mënyrë të thënie tjetër, në mënyrë të trajtuari, mënyrë të sjelluri tjetër. Ku deri më tani na është thënë bjeri, po të ra bjeri, po të mashtroje, po të gënjeu vrite, hiqe qafe. Kurse Perëndia po na tregon diçka tjetër. Ne nuk duhet të sillemi në të njëjtën mënyrë siç të tjerët sillen me ne. Edhe pse kohët të vështira janë. Ta dim, ne themi sot janë kohë të vështira. Neve ankohemi kur tashmë që nafta është rritur edhe themi bo me çfarë do ikim. Atëherë nuk ishte, ata hesin me ditë të tëra që shkonin në punët e tyre, që zgjidhnin hallet e tyre. Nëse do të shkonin për të bler diçka, do të ecnin gjithë ditën në tregun më të afërt. Pra do të udhtonin me ditë të tëra në mënyrë që të zgjidhnin hallet që ata kishin. Edhe tashmë Jezusi i thot përsëri, mos sini si të tjerë, mos urreni, por duheni, por lutuni për njerëzit që janë në që ju mallkojnë ose që ju shajnë, që ju ofendojnë. Vini re vargun 45 thot çfarë shembulli Perëndia sjell. Që të bëheni bij të Atit tuaj, thot, që është në qej, sepse ai bën të lindë diellin e tij mbi të këqijtë dhe mbi të mirët dhe bën të bjerë shi mbi të drejtët dhe të padrejtët. Neve shpesh herë harrojmë këtë fakt dhe themi që po Perëndia është Perëndi. Nëse Perëndia do të ishte ashtu, Perëndia është Perëndi, por nëse Perëndia do të tregohej drejt, duke na gjykuar gjithë secilin prej nesh, nuk besoj se do të kishim shumë shanse për të jetuar më. Për shkak të gabimeve tona, për shkak të zemrës tonë të ngurtë, për shkak të sjelljes tonë që na bën që për shkak të mëkateve tona na bën që të largohemi sa më shumë nga Perëndia. Vim tek kapitulli 6 dhe do të ndalemi tek 4 vargjet e para sot. Shikoni se çfarë thot.
ruhuni, thot, se mos jepni lëmoshën tuaj para njerëzve që dukeni para tyre, që të dukeni para tyre. Përndryshe nuk do të shpërbleheni tek Ati juaj që është në qejf. Kur të japësh lëmosh, pra mos i bjerë trumpetës para teje ashtu siç bëjnë hipokritët në sinagoga dhe në rrugica për të qenë të nderuar nga njerëzit. Me të vërtetë ju them se tashmë kanë marrë shpërblimin e tyre. Por ti kur jep lëmosh, e majta jote të mos di ç'bën e djatha jote, që lëmosha jote të jepet në fshehtësi, dhe Ati yt që shikon në fshehtësi do të shpërblej haptas. Çfarë Jezusi po përpiqet këtu të na tregojë ne ajo çfarë është më e rëndësishmja është, mos jeni hipokritë. Mos i bëni gjërat për të dukur. Neve do të vazhdojmë, kjo ndikon edhe në mënyrën tonë edhe të adhuruarit Zotit. Neve shpesh herë mund të qëndrojmë edhe të vimë në karriket edhe të bashkohemi me kishën thjesht për të dukur, ja, për vimë në kishë për të adhuruar Zotin. Por neve e dim që Perëndia e din se çfarë është në mendjen tonë, se çfarë është në zemrën tonë, dhe dëshiron që ne të jemi të drejtë, të pastër, në mënyrë që ne të vim edhe të adhurojmë Perëndin me gjithë zemrën tonë, me gjithë mendjen tonë. Ndaj, kur Perëndia po na thot tani ruhuni, thot, aq se të fshehtë jeni, sa dora e majt mos ta di se çfarë bën dora e djathtë, një të mirë po flasim. Ne duhet të jemi pra të tillë. Dhe ajo çfarë është më e rëndësishmja tu tani është fakti që ne duhet të sillemi në një mënyrë të tillë që na bën ne të jemi ndryshe nga të tjerët. Edhe çfarë? Që mendja jon dhe zemra jon të jenë të pastër përpara Perëndisë. Ndaj edhe Perëndia po përpiqet tani të na tregojë diçka ndryshe. Çfarë? Dhe kapitulli 5 i Mateut neve pam mënyrën se si duhet sillet. Më përpara thoshe që ju që thanë thot që nëse vrisni do të quheni vrasës. Unë po ju them thot nëse ju e mendoni diçka të tillë. Ju ka ndodhur ndonjëherë që na nga zemërimi, nga inati e sipër që jeni të zemëruar dhe të inatosur me dikë, ju më thoni fjalë që nuk i nënkuptoni, nuk i thoni me të vërtetë, po nga inercia e zemërimit i shprehat. Edhe pastaj kupton që ti ke folur gabim, edhe i thua, i kërkon falje tjetrit dhe i thua, më fal, po nuk e kisha megjithmonë. Edhe i tjetri që nuk ta fal dot dhe thot, e po ti e the fjalën, ç'a do të thot më? Domethënë që ti e mendove. Domethënë që ti dëshiroje që të bëje këtë gjë. Prandaj e the. Ndaj Perëndia na kërkon ne që të jemi me mendjen tonë, me gjithë zemrën tonë tek Perëndia. Kur neve të kërkojmë Perëndin, ta kërkojmë atë me gjithë zemrën. Ne bota tani ku neve ndodhemi në këto momente, një gjë që besoj që duhet ta kemi mësuar është që jeta është e përkohshme. Askush prej nesh nuk do të jetojë në përjetësi. Dhe askush prej nesh nuk e kontrollon dot sa ditë neve kemi të jetës tonë, vetëse Perëndia. Nuk na shpëton dot ne paraja, pasuria, fuqia, që kontrolli që neve mund të kemi. Vetëse hiri dhe mëshira e Perëndisë na shpëton duke na dhënë ditë më tepër. Po kjo është për shkak të Perëndisë, jo se vetë ne mund të bëjmë. Po të lexojmë tek vargu tjetër që flet për lutjen dhe na thotë, dhe kur lutesh mos u bëj si hipokritët, sepse atyre u pëlqen të luten në këmbë në sinagoga dhe në sheshet e rrugëve që njerëzit të shohin me të vërtetë. Të shohin dhe me të vërtetë që ju them thot, se tashme e kanë marrë shpërblimin e tyre. Ne nuk duhet të bëjmë gjëra për të dukur, të paktën sa ka të bëjë me Perëndin. Ne nuk mund të bëjmë gjëra të dukemi, o ky çeka i Perëndisëm. Në fakt kur me mendjen tonë, me zemrën tonë, ne mund të jemi diku gjatë. Dhe Jezusi thot, tashme e keni marrë shpërblimin. Qofse me mendje dhe me zemër jeni diku gjatë, tashme e keni marrë. Por ti kur lutesh të futu në dhomën tënde, mbyllë derën dhe lutjo Atit tënd në fshehtësi, dhe Ati yt që shikon në fshehtësi do ta shpërblej hapës. Po kur lutni mos përdorni përsëritje të kota si paganët, sepse mendojnë se do dëgjohen nga që kanë përdorur shumë fjalë. Shpesh herë njerëzit, ata që bëjnë lutje të gjata, mendojnë që kanë shpenzuar një kohë të gjatë në lutje me Perëndinë dhe Perëndia i dëgjon më shumë atë. Por kjo s'është e vërtetë. Paktën nga ana biblike, Perëndia na thot, lutuni për nevojat që keni. Mos u bëni pra si ata, sepse Ati juaj e di thot ç'nevoja keni.
para se ju të kërkoni. Ju pra, lutuni kështu: Ati ynë që je në qej, u shenjtëroft emri yt, art mbretëria jote, u baf vullneti yt në tokë si në qell, bukën tonë të përditshme na jep sot. Dhe na i fal fajet tona, siç u falim edhe ne fajtorëve tanë, dhe mos lejo të bjem në tundim, por na shpëton nga i ligu, sepse jotja është mbretëria dhe fuqia, lavdia për jetë. Amen. Vim pikërisht në këtë pjesë të fundit që Perëndia na mëson dhe na udhëzon se si ne duhet lutem. Nuk ka nevojë për fjalë të mëdha. Nuk ka nevojë, sepse Perëndia e din se çfarë kemi në mendjen tonë, në zemrën tonë, në Perëndia di gjithashtu se çfarë nevojash neve kemi. Shpesh herë neve, si çdo njeri, ngatrojmë nevojën me dëshira. Nevoja është çfarë neve na nevojitet në ditë, në përditshmërinë tonë, në punën tonë, në jetën tonë, në shkollën tonë, kudo që neve jemi. Por dëshirat mund të jenë akoma më të mëdha. Qofse neve na mbulohen nevojat tona, atëherë neve jemi të bekuar. Jemi shumë të bekuar. Dhe vim pra tek pjesa kur neve lutemi. Le të lutemi me gjithë mendjen tonë, me gjithë zemrën, dhe le të adhurojmë Perëndin tonë me gjithë mendjen tonë edhe me gjithë zemrën tonë. Perëndia e din pra çfarë është në mendjen tonë, në zemrën tonë, dhe na bën neve përgjegjës për këtë gjë. Është akoma më keq kur që neve shprehemi ndryshe çfarë neve kemi në mendje dhe në zemër, sepse Perëndia e di. Edhe ndaj Perëndia e ka të vështirë ta pranoj, nuk e pranon dot kurrë hipokrizin. Kur ne me mendjen tonë dhe me zemrën tonë themi diçka tjetër. Perëndia dëshiron kur neve të jemi duke adhuruar Perëndin, të jemi aty me gjithë mendjen tonë, me gjithë zemrën tonë. Nuk ka nevojë për pamje të jashtme, por ka nevojë për pamje të brendshme. Ndaj dhe Perëndi, Jezus i shpenzoi, le të themi siç kemi ne Biblën të ndarë kapitullin 5 vetëm për këtë gjë. Jo pamja e jashtme, sepse Perëndia e di, por pamja e brendshme. Çfarë është brenda në zemrën tonë, në mendjen tonë. Lutuni me gjithë zemrën. Lutuni me gjithë mendjen tuaj. Mos u lusni me fjalë të bukura, por i kërkoni Perëndis tashmë për atë çfarë keni nevojë, sepse Perëndia e din se çfarë ne kemi. Le të qëndrojmë me mendjen tonë, me zemrën tonë të pastër, ashtu siç Perëndia është. Jo të ndryshuar, të transformuar nga bota, por le të jetë fjala e Perëndisë që na transformon dhe na ndryshon ne çdo ditë.